BMW 528 Shi 2013, gjenerata F10, ardhë nga Kanadaja, ka 6 vite në Shqipëri me të njëjtin pronar. Makina është e papërplasshme me Carfax Pastor, po është përdorur nga i pronar të qurur ka ardhë. Para është me sensor të parkimit, Fenert Bixenon, ka kamera 360 gradë të secili capi para kolbit. Disjet i ka akull, pa gërvishme fare, 18-çe. Gomat i ka Michelin Pilot Sport 5 në të katërta, ja vendos para 6 muajsh. Është me kamerat e pasqyra 360 gradë. Është me Keyless Go, shumë e pastër, nuk është bo as lloj modifikimi, as lloj shtese. Mbrapa është me xhamatzi me leje, shumë e pastër. Ky është versioni X-Drive 4x4, ka marmitat që kanë krah vet 2 copë, sensor të parkimit, kamerën e parkimit, shumë e pastër, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Ky është motori 2 mish benzin, 4 pistonësh me turbo, është twin power turbo, është me twin scroll, turbo pa ka atë ndame me 2 kështu hyrje, me 2 pjesa dhe pjesën e gazrave. Ka 245 kuaj fuqi, 350 Nm tork, kamera ka ZF8 me 8 marshe. Çdo shërbim është bën kohë, nuk ka nevojë për asnjë lloj gjoje, punon në mënyrë perfekte. Nuk është as me impiant gazi, është përdor kështu siç është benzin, me dash të kthehen bën dhe me impiant to, po kjo është përdor siç është benzin. Interiorin e ka shumë pastër, ka këtë rrymesën e drunit shumë bukur këtu, sedilet me memorie. Kjo ka edhe këto comfort seats që i ka me përthyrje, që rralli kanë edhe me këtë leg extension para. 528 shumë rralli shef to. Edhe të ato motor më të modh janë të rralla, jo më të kjo, po është opcion i veçantë. Ka 231.000 km, klimën e ka me 2 zona, edhe kamera 360 gradë, i trego gjitha drejtimet. Tu ka këto kontrollerat për drive-in, ka cup holderat të poshtë. Timonin e ka me ngroje normalisht dhe elektrik. Shumë e pastër, janë këto comfort seats që thash që përthehen. Është me bagje lart, hapet edhe pjesa sipër. Sedilet me ngroje, rrymesa e bukur e pastër këtu pa probleme. Edhe këtu mbrapa shumë e pastër, ka vend para, ka vend lart, ka këto airvent këtu, ka edhe këto cup holders këtu mbrapa për të vendosur në pije. Shumë makinë e rehatshme, shumë e mirë, shasi e mirë është kjo F10-a, nga rivalët e vet është më sportivja, po kjo ka dhe opsione, se ka këto sedilet me përthyme, që janë ndër opsionet më të mira që mund të ketë BMW. Çmimi për këtë BMW 528 Shi 2013-s, këtë super gjendje dhe me këto opsione që i pam, është 8.300 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.